Trump, Mark Brnovich do të jetë ambasadori i Shtetit të Bashkuar në Serbi. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se ka emëruar Mark Brnovich si ambasador të Shtetit të Bashkuara në Serbi. Marku është veteran krenar i Gardës Kombëtare dhe paraprakisht ka shërbyer si prokuror i përgjithshëm i Arizonës. Si djalë i refugjatëve që ikën nga komunizmi, Mark do të jetë mbrojtës i fuqishëm i lirisë dhe do të vendosë Amerikën gjithmonë të parën, ka thënë Trump. Brnovich ka lindur në Detroit të Michiganit në vitin 66. Agjencitë e lajmeve Reuters ka raportuar në 2023 se Brnovich është përballur me polemika rreth hetimeve që ka kryer për flet votimit e zgjedhjeve të vitit 2020. Brnovich ka thënë pas fitores së Joe Bidenit kundër Trumpit se zyra e tij ka zbuluar dëshmi që ngren pikpyetje për zgjedhjet e vitit 2020 në Arizona. Megjithatë, hetuesit e tij kanë dështuar për të verifikuar ndonjë sugjerim për mashtrime me vota, pavarësisht se i kanë dedikuar 10.000 orë hetimit sipas dokumenteve të brendshme të publikuara nga pasardhësi i Brnovichit, raporton Reuters. Në kohën ku Brnovich ka publikuar raportin, ai ka qenë duke garuar si republikan për të përfaqësuar Arizonën në Senatin Amerikan, por ka humbur. Trump pretendon se zgjedhjet e vitit 2020 janë përcjellë me një mori parregullsisht.